Temit të drejtësisë dhe po ashtu ndaj mediave në vend, por edhe për tema të tjera, vetë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës ja ka tërhequr disa herë vërejtjen kryeministrit në detyrë tashmë dhe po ashtu qeverisë së udhëhequr nga ai Kurti 2 her pas here gjatë 5 viteve të fundit, e madje ka pasur edhe deklarata epike të ambasadorit të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeff Havenir. Në vazhdim do të përcjellim në një raport më të detajuar në lidhje me prishjen e raporteve të Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu deklaratat dhe vërejtjet që kryediplomati amerikan ja kishte dhënë ekzekutivit ndër vite. Pas ditën e së premtes të 12 shtatorit, ambasada Shteteve të Bashkuara në Prishtinë nxorri një njoftim që dridhi Kosovën. Në të u tha se Amerika pezullon për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, duke thënë se veprimet e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë rritur tensione dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e SBA-ve për të punuar në mënyrë produktive me Kosovën mbi prioritetet e përbashkëta. Ky vendim është maja përkeqësimit të raporteve mes shtetit më të fuqishëm në botë dhe qeverisë kosovare që udhëheq nga VV nga marsi 2021-s. Ekzekutivi Kurti 2 gati asnjëherë nuk dëgjoi këshillat dhe thirrjet për koordinim që vinin nga Washingtoni. Situata e krijuar sidomos në veri të Republikës, siç ishte ajo e dërgimit të kryetarëve shqiptar në 4 komuna pas zgjedhjeve që u bojkotuan nga serbët pranverën e 2023-s, ku Kurti se dëgjoi asnjë këshill që vinte nga aleatja më e madhe e Kosovës, bën që në maj të atij viti të anulohet stërvitja ndërkombëtare Defender Europe, por edhe sanksionimi me efekt të rrept të lobimit të Amerikës për njohje e pranim ndërkombëtar të Republikës Kosovare. Në gusht të 2024-s, përkeqësimi i raporteve mes qeverive të dy vendeve mori dimension tjetër. Qeveria Kurti bënte plane për hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic, përderisa SBA-t bashkë me aleat të tjerë thonin se nuk është koha për një gjë të tillë. Madje ambasadori Jeffrey Havenir thoshte se hapja e urës në atë kohë rrezikonte rritjen e tensioneve dhe rrezikimin e ushtarëve amerikanë në kuadër të KFOR-it. Sipas udhëzimeve nga kryeqytetet, përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara, bashkë me përfaqësuesin special të BE-s në Kosovë, takuam kryeministrin Kurti sot për ta informuar atë se qeveritë tona në konsultim me NATO-n nuk mund ta mbështesin asnjë ndryshim të statusit të tanishëm të urës së Mitrovicës në këtë kohë. Pas me qasin e qeverisë Kurti 2 ndaj kërkesave e këshillave amerikane, SBA-t këshillonin mu këtë qeveri që të ketë kujdese të ruaj raportet edhe me Bashkimin Evropian, ku synon të antarësohet. Gjyshi im ka thënë, dhe ju lutem më falni për karakterin e shëmtuar paksa, se nëse dëshiron të bësh pjesë e një klubi, atëherë mos urino te dera e klubit. Qysh mëngjesin e së premtes së ngarkuara amerikane me punë Anu Pratipati tha në një deklaratë për media se SBA-t janë të zhgënjura nga veprimet dhe deklaratat e fundit të kryeministrit në detyrë Kurti, të cilat siç thot ajo kanë rritur paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë në Kosovë. Këto veprime minojnë procesin politik, dobësojnë institucionet e Kosovës dhe përkeqësojnë tensionet ndëretnike, tha ajo. Diplomatja kishte treguar qëndrim të qartë amerikane dhe për synimet që sipas saj i ka Kurti dhe partia e tij që po shqyrtojnë përjashtimin e disa partive politike nga komuniteti serb për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Unë ngrita shqetësimet tona me kryeministrin në detyrë mbi veprimet që kuptojmë se kryeministri në detyrë dhe vetvendosja po shqyrtojnë për të përjashtuar disa nga partitë politike nga pjesëmarrja në zgjedhjet e ardhshme lokale. Për të qenë të qartë, ne besojmë se të gjithë qytetarët e Kosovës duhet të kenë mundësinë e plotë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre të zgjedhur. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që serbët e Kosovës të përfshihen në këtë proces dhe ne jemi të shqetësuar për çdo përpjekje që do të kufizonte zgjedhjen e tyre. Raportet e Kurtit me Amerikën nuk kanë qenë për të lavdëruar as kur ky ishte në opozitë. Në një seancë kuvendi në qershor të vitit 2013, ambasadori atëhershme amerikane Tracy Ann Jacobson ishte penguar që të hyjë në parlament nga aktivist të lëvizjes vetvendosje. Pasojat e këtij pengimi ajo kishte shfaqur me anë të një fotografie.